Do befasoheni, ja çfarë ndodh me trupin tuaj nëse flini me çorape. Gjumi me çorape shpesh shkakton edhe dobësim të imunitetit. Disa e duan atë veçanërisht gjatë dimrit, ndërsa për të tjerët është vendimi për të shkaktuar edhe shqetësime. Është e vështirë të arrihet relaksi kur këmbët janë të ftohta, por a keni ndjerë ndonjëherë përfitime specifike për të fjetur me çorape përveç mbajtjes së ngrohtë? Në fakt ka. Fjetja me çorape ka përfitime të habitshme shëndetësore. Ngrohja e këmbëve me çorape ndihmon të ftohtin e trupit përmes vazodilimit të enëve të gjakut, që mund të përmirësojë cilësinë e gjumit, shpjegon doktor Alex Dimitri. Ndërsa temperaturat e trupit bie, njerëzit hynë në fazën më të thellë të gjumit. Studimi tregoi se gjumi me çorape mund të përmirësojë edhe jetën tuaj. Gjithashtu, fjetja me çorape nuk rekomandohet për të gjithë. Personat me diabet, infeksione të këmbëve dhe temperaturë duhet të mos flenen më me çorape, pasi mund të ndikojë në përkeqësimin e shëndetit të tyre, citon doktor Petal.